Një tjetër skandal financiar është finalizuar në Heshtje, këtë herë në emrin e modernizimit të policisë së shtetit. Tenderi për marrjen me qira të 120 automjeteve është mbyllur ditët e fundit, duke shpallur fitues firmat që ofruan më shtrenjtë se konkurrentët e tjerë, me çmime që arrin deri në 34.000 euro për një makinë me qira për 4 vite, një vlerë që praktikisht është e barabartë me blerjen e makinës. Sipas dokumentave të publikuara nga redaksia jon, në total janë përzgjedhur 2 kompani, Eurocar Rentals për sedanët dhe Mektrim për SUV-ët, me një vlerë që kapin shifrën mbi 7.8 milion euro në total. Fitues nuk ishin ata që ofronin më pak, por ata që sipas praktikave të dyshimta të zakonshme plotësonin kushtet formale. Për 60 makina tip sedan, policia e shtetit do të paguajë 33.120 euro për secilën, për 4 vite përdorim. Po aq do të paguajnë për secilën nga 60 SUV, 34.000 euro për makinë. Këto janë çmimet e krahasueshme me blerjen e makinës në treg, ku modelet bazë sedan dhe SUV mund të blihen me më pak ose me aq sa qiraja për 4 vite. Por skandali nuk ndalet këtu. Kompania Albanian Motor Company, që ofroi 171 milion lek për 2 lotet para, ndjeshëm më pak, u skualifikua sepse nuk ishte eksperiencë të ngjashme në 3 vitet e fundit. Ndërkohë, firma Porsche Leasing, që ofroi më pak se fituesi për SUV, u skualifikua se nuk ishte deklaruar emrat e ortakëve. Në të dy rastet, shteti zgjodhi ofertën më të shtrenjtë, duke justifikuar procedurat me detaje burokratike dhe duke injoruar faktin që qindra mijëra euro janë shpërdoruar. Sipas kontratës, mjetet do të përdoren me një mesatare prej 32.500 km në vit dhe pas 4 vitesh do t'i rikthehen kompanisë. Pra policia nuk do të mbajë asnjë mjet në fund, por do të ketë paguar mijëra euro për një përdorim të përkohshëm dhe të kufizuar. Në vend që mjetet të bliheshin dhe të mbeteshin në pronësi të shtetit për përdorim afatgjat, është zgjedhur modeli që i përçon qartë dyshimet për favorizime, shpërdorim fondesh dhe pazare të mbyllura. Edhe një herë, policia e shtetit me mbështetjen e operatorit të blerjeve të përqendruara zhvat buxhetin e shtetit përmes një skeme që më shumë ngjan me leasing luksi për drejtuesit, sesa me përmirësim të kushteve të punës për efektivët në terren. Në fund të ditës, qytetarët që paguajnë taksa do të shohin policët me makina të reja, që nuk janë të policisë, por të firmave private, dhe pas 4 vitesh do të paguajnë sërish nga e para.